ka mbi 1 shekull, është një sistem parafabrikat, që dikush duhet të thojë ty një program të shenjtë dhe ti do bëhesh. Njerëzit nuk janë më shumë praktik. Domethënë, do të them një element me keqardhje. E shikon dikë që ka 8 vjet palestër. Edhe ai po atë ditë që po vjen thotë profesor çfarë do bëjmë sot. Tha hoxha, tha prifti, tha ky, njerëz të palexuar, ka thënë profesori, cili profesor? Profesori që i ka thënë atij bëj këtë unë ngremë dorë. Ne jemi njeriu nuk humbet kohë. Njeriu humbet kohë nuk bën asgjë. Çfarë menimi ke kështu për këto steroidet? Të flas si profesionist. Është borxh me kamat të rëndë. Më bukur se e ke thonë. Ky është realiteti. Se bo ky çeku, ky slovaku, ky i shifsha ndryshe. Sot unë i kam të i kaluar ata. Po dikur kisha frikë. Po. Dikur kisha frikë. Shpesh në përgara ne nuk vemi se kemi frikë. Edhe vjen këtu dhe pritesh me disa komente, ore u pres bëj hero njëri. Përse shajnë kaq shumë? Çfarë fiton? Çfarë mllëfi nxjerr dikush valla që shan TikTok? Ore zëm se çava on TikTok, të prisha ditën ty. Të dashur miq, kemi vënë re që nga gjithë shikuesit mbi 70% nuk na ndjekin. Pra, në rast se ju pëlqen mesazhet dhe përmbajtja jon, ju ftojmë na ndiqni ju lutem në rrjetet shoqërore dhe në YouTube duke bërë subscribe dhe follow që të kënaqim algoritmin edhe të vijemi ndukje. Faleminderit. Faleminderit. Sot kam ftuar një person të cilin kam respekt, edhe sepse snivemi sot, do më thonë u njoftëm për herë parë, u takuam për shkak të intervistës, po respektin tashmë e kisha fituar unë. Do thonë, dhe kjo ishte arsye edhe pse ke filluar dhe ti të fitosh timin. Gëzohem, e vlerësoj shumë. Arsyeja kryesore fatikisht ishte një, pastaj u bën 2. Janë ca të përbashkëta që kemi unë e ti, edhe unë nuk besoj në rasti personalisht. Nëse unë ja kam kushtu jetën Zotit dhe besoj se çdo gjë do më thonë është e projektuar tashmë, e kryer si plan. Edhe rastësisht më doli një video e jote ku përshkruheshe, ku po thoja domethënë përshkruaj që ke kaluar një dëmtim të rënd mes. Ku shumica e popullsisë ka idenë që mas atij lloj dëmtimi nuk bëhesh dot, është shumë e vështirë, më thashe, mos e kujdes kur ecën, kujdes kur merr frymë, kështu funksionon në botën e sotshme edhe të kaluame. Po vuna re edhe që je shumë besimtar në Zot, dhe këto dyja domethënë nuk bën pikë shumë e fortë të përbashkëta mes ne dysh, edhe me shumë kënaqësi të bëra ftesë edhe të falenderoj që e pranove. Mund të falenderoj. Mund të fillosh me prezantimin tënd. Domethënë emrin. Po është pak e vështirë, flas për jetën time. Jo, një prezantim kështu, emrin edhe si nisi domethënë kjo aventura jotja, le të themi. Atëherë quhem Bari Mehmeti. Jam 43 vjeç, në vitin e 44 të jetës time. Kam një arsim të ulët, për arsye të viteve të cilat jetuam, ika në Kurbet, dhe mbi një dekadë në Kurbet, u ktheva, por u ktheva paksa i dëmtuar. Sepse gjatë punës u dëmtova në mes dhe filloi të më shfaqesh ajo që në gjuhën mjekësore quhet hernia diskale. Kisha probleme me mesin dhe probleme me ecjen. Kjo më plagështoi. Bëra edhe 2 konsulta, një e kam bërë në Greqi dhe një e kam bërë në Shqipëri, dhe më kanë thënë që tashmë ti do kesh shumë problem. Dhe doktori i Shqipërisë biles më pyet, ja ke fëmijë? Po i thash se kam fëmijën për disa muaj ose 1 vjeç. Tha fëmijën tënd sa nuk ta sugjeroj ta kapësh kështu thas. Dhe vërtet nëse do ta kapja në këtë formë priste mesi dhe shumë problematika. Lotët vinin vu rreke, por deshi Zoti gjeta fuqinë dhe të vazhdoj aktivitete fizike. Gjithmonë këto më erdhën mbasi pash disa ëndra me fizikun tim dhe me aktivitete fizike. Dhe aty nisa pastaj rrugtimi tim, por atë që e quajmë në Shqip shkoqur gjimnastik. Fillova gjimnastik në shtëpi, më vonë pastaj duke marrë ëndra të tjera, u drejtova palestrës. Po dhe duke drejtuar palestrës si një njeri në moshën 36 vjeçare që vajta unë në 2019, atë që kisha pretendim dhe thosha e shpreha ishte shumë e pakuptueshme
për të tjerët, sepse unë flisja kampanja jonë do ngret 300. Një njeri që nuk... Interesant. Edhe fatikisht ke video je duke ngret më shumë se aq. Po, kam arritur deri në 400 kg në disa kultura, që flasin për 5 fish plus 5 trupore. Ky ishte një rrugtim që në fillimisht nuk e besova as vet, por pash rikuperim. Fillova gjimnastik, fillova gjëra të vogla, ato që quajmë në gjuhën e thjesht popullore pompat e trupit, ngritjet në hekurin tek, pak lojë futboll, pak calceto dhe fillova Stërvitje me peshën e trupit praktikisht. Po. Me bodyweight që themi në gjuhën sportive, me peshë trupore, pash që kisha goxha përmirësime. Dhe nisa rrugtimin e stërvitjes bashkë me shokun tim Denisin në një ambient pune. Një shok më fali një shtang, se fillova bëja me bidona, me gjëra të tilla dhe vazhduam. Dhe sot ndodhemi këtu që unë jam një njeri që garoj në pedanat e botës në atë që quhet powerlifting, sporti i fuqisë, ngritjet e fuqisë. Unë bëj shumë sporte, por në këtë sport jam prezantuar në pedan. E kuptoj. Kam bërë disa gara jashtë shtetit, vazhdoj stërvitem, e cilësoj stërvitem në mënyrë natyrale do të thotë pa dopingu brenda. Po, domethënë kjo ishte edhe fakt një pikë që do ta preksha patjetër, sepse ideja është që praktikisht i ke rezultat goxha të lartë. Shto këtu moshën, domethënë që është e pakonceptueshme nga masa, domethënë presupozohet që njerëzit duhet të bëjnë stërvitje që në moshë të vogël, Qartë. të mos shkputen, se kam edhe unë jam marrë fatikisht me arte marciale, kam edhe unë një rast konkret një personi që i ka hyrë një arti shumë të fortë si Muay Thai, moshë shumë të madhe dhe fatikisht ka fitu 5 herë kampion bote. Edhe kjo është e paimagjinueshme, domethënë po aq sa jotja, se nuk është përgatit trupi me gjasme. Po është e vërtet fakt që për te individit, kjo domethënë ka të bëjë shumë me individin, e ti individ kjo nuk funksionon për masën këtë gjithë. Po ç'a mendon ti si person? Ç'a mendon se të ka ndiku fort përveç ëndrës? Domethënë se ëndra normalisht kuptohet, paktën unë e kuptoj se ne dy merremi vesh me sa duket kjo pjesë. Qëllimi. Nevoja për qenë i shëndetshëm, nevoja për të përballur, nevoja për t'ia dalë. Gjithçka në këtë jetë është nevojë. Sot neve për shumë gjëra nuk na therret nevoja. Çdo gjë kemi të gatshme, çdo gjë e kemi dhe jetojmë në një epokë që 30 vjeç mbaron gjithçka. Unë kam një perceptim tjetër mbas eksperiencës time. Sepse dhe kur nisa me sportin, shumë vetë thoshin 30, 35, e kupton Aleksandri Madh 30 mbaroi, ky mbaroi në 33 dhe është kjo ide. Jo, fakti është që një burr, nëse do të stërvitet, nëse do të kalitet, trupi jon është i gatshëm dhe na përgjigjet. Ose grua. Po të dyja gjenit besoj. Patjetër, nuk e vënë dyshim. E kanë stimunin njësoj. Patjetër, mjafton të jetë qëllimi për t'ia dalë. Dhe aq më tepër kur një njeri e thret nevoja. Kur të thret nevoja ke dy rrugë. Një, do t'i përgjigjesh nevojës, dy ke mbaruar punën. Po. S'ka formë të mesme. Kështu e perceptoj unë, po kështu dhe e besoj. Nevoja e bën njeriu të arrijë atë që njeriu nuk e njeh. Sepse njeriu nuk e njeh vetveten. Trupin ton nuk e njeh. Nëse do marr një shifër sot 300. Unë kam 3 vjet që dështoj. Në një moment do ta bëj. Po e kuptoj. E kupton? Kjo është ajo ideja, duke u kalitur, duke marr kocka trysni, duke marr tendina trysni, duke marr muskuli trysni, ne vazhdojmë dhe fuqizohemi. Bëjmë progres. Patjetër. Po shumë e rëndësishme, fatikisht po ta mendosh, që ose do kapësh moshën një 36 vjeçar, i shnosh, jo i shnosh në kuptimin i obez, po i shëndetshëm fizikisht. Besoj e ka të pamundur të mendoj që do kapi rezultatet që ke kapti. Aq më tepër se kjo ishte edhe pika kryesore fatikisht që nisi, që mboni mu kurioz ndaj teje. Fakti që ti ke kalu pak a shumë të njëjtën problem që kam pas edhe unë. Si ti si unë kena pas një dëmtim shumë të rëndë mes, edhe du ta cek pak këtë pjesën, se shumë e rëndësishme për menimin tim, basa të eksperiencës time. Se ne bashkë jemi tashmë duke bashkë bisedu edhe jena të dy një intervistë. Aq më tepër kur ke një dëmtim
kaq të rëndë mes, ku shumica e mjekësisë presupozohet ajo që the ti, domethënë, ato më kanë thonë edhe mua, një të fjalë që sportin harrojem, thoshë, mu zbohet fjalë, domethënë. Unë jam marrë me Muay Thai fatikisht, me art marcial. Relativisht goxha të rëndë. Sport i fortë shumë. Është shumë i rëndë, domethënë ke artët luftarake me goditje. Është ndër më të rëndët. Edhe ka shumë lëvizje dinamike që presupozohet që struktura duhet të jetë shumë e fortë, aq më tepër kur kalon herë diskale. Edhe kam pasi çik problem këtë pjesën duke qenë edhe ignorant, pa diskutim. Në kohën kur jam dëmtuar nga qenë 2007-a, ku gjithë mjekët thoshin që harroje sportin, unë atëherë kisha qëllim jete, domethënë sportin nga ana profesionale, edhe kalova në depresion të papam personalisht. Edhe pashi edhe ti ke kaluar një dëm të ngjashëm. Çfarë menimi ke për mjekësinë përgjithësi, domethënë, a është e rëndësishme ke rehabilitimi jot? A ka ndiku në përmirësim mjekësia, apo ke ndiku ti personalisht me qëllimin, vullnetin tënd, edhe a është domosdoshmëri patjetër që se s'bën duhet shkosh ke mjeku, se s'bën po nuk shkove ke mjeku, po nuk bëre ndërhyrjen mes, po nuk bëre këto standardet mjekësore globaliste që janë të shi, domethënë se kështu funksionon bota sot, domethënë mjeku është, po foli mjeku nuk bëhet fjalë. Nuk ka zgjidhje tjetër, apo kemi shpresë. Domethënë që kemi shpresë është e padiskutueshme, po ideja që personat që na dëgjojnë e kanë një çik vështirë me na perceptu mua e ty. Unë kam pas shumë vështirë, po, se domethënë thelbi është që ne të dy jemi shembull konkret i të kundërt me masën, me shumicën dhe me çfarë qarkullon. Edhe rrugtimi jot, domethënë si ka nis, si mund ta detajosh, domethënë sa më mirë, unë do e them edhe timin, fatikisht. Edhe do puqemi ke i kulm. Te suksesi. Te suksesi. Edhe si ka nis, edhe çfarë mesazhi mund t'i japësh personave që jo vetëm që duan ta nisin çdo lloj moshe, po edhe ato sidomos që kanë dëmtime fizike, edhe që mjekët i thonë ti nuk bën, ti nuk mund ta bësh dot, ti nuk mund të ngresh as fëmin kur thehet i shpar. Jo më të ngresh 300 kg. Atëre. Bota funksionon në bazë të eksperimenteve. Unë më flas për eksperimentin tim. Po. Dhe të trupi im. Të eksperimenti im dhe të trupi im jam një shembull i gjallë. E vërtet. Nuk kam jetuar në shpellë, kam jetuar dhe në vitet e vështira me njerëz dhe kanë qenë dhe dëshmitar. Janë dhe sot dëshmitar. Unë kam qenë dëshmitar atëherë i vetvetes jam dhe sot. Unë si jam askushi që të them shkoni apo jo te mjeku. Dhe në çka faze është kjo që perceptohet si hernie apo ku ta diun që besoj se është dhe sëmundja e shekullit. Është nga jeta, pjesërisht nga jeta pasive e ulur që ne bëjmë sot. A kupton? Që ti thosha një njeriu të bënte këtë që bëj unë, dhe të bëj 4 orë stërvitje, dhe të besoj, dhe të shkoj gjithve kundra, dhe të zihet me shokët e vet, se unë do t'ja dal, e unë do ngre pesha, e pse i ngre peshat, e do gjithçka është besim. Njeriu ka dhe disfatën dhe suksesin, i kanë mentalitetin e vet. Mjafton t'i pranoj. Unë di që nëse jemi pranë një shkëmbi që ne do bjem, kemi detyrë të tërhiqemi. Dhe si tërhiqesh? Tërhiqesh në ajo jetë pasive që ti bën. Në ajo jetë që të ka bërë dëm. Atëherë çfarë bën? Ti futesh në një linjë rikuperimi, rigjenerimi. E kupton? Njerëzit nuk e besojnë sot sepse e kanë çdo gjë me të dëgjuar. Nëse do provonin dhe do stërvitsin dhe do kalitëshin, ajo që ka është quajtur dikur kalitje fizike te ky brez që ne jetojmë është shumë pak. Unë këta e them dhe për ata që mendojnë se bëjnë kalitje fizike. Unë 8 vjet kam vajtur në palestër dhe gjithë ata që bëjnë kalitje fizike aty më shihnin si paranormal. Që shumë i kam miq, i kam shok, i kam vëllezër, më shihnin dhe si kur diçka të mos çdonte. Në fakt unë isha duke bërë stërvitje kalitje fizike. Isha duke u stërvit. Këta nuk ishin duke u stërvit. Po. Pse? E kuptoj mesazh. Sepse na pëlqen ajo sistemi parafabrikat. Që dhe bashkët se kam pak, ka mbi 1 shekull, është një sistem parafabrikat. Që dikush duhet të thojë ty një program të shenjtë dhe ti do bëhesh.
E kupton? Dikush do t'japi një ilaç të shenjtë ty do të kalojë dhimbja. Po nuk kalon dhimbja. Trupi human është bërë për aktivitet, është bërë për lëvizje, është bërë për kalitje, është bërë për luftë. Lufta sot është, në thonjza është, njerëzit nuk luftojnë me vetveten. Presin çdo gjë të gatshme nga doktoratura, pa provuar, pa tentuar vet. Vente i fizioterapistë, çka të bën fizioterapisti? Të bën lëvizje konkrete, të cilat ti dhe unë mund të updatetohesh në kohën e sotme, mund të pyetësh njerëz dhe ti fillosh ti bësh vetë lëvizje. Ti të kontrollosh dhimbjen. Nëse dhimbja vete në maksimum, ti je zbut. Po. Dhe ti vazhdon, e shef që një ushtrim i caktuar, një diçka e caktuar të shkakton pak më shumë dhimbje, atëherë bëjnë diçka tjetër. Domethënë, njerëzit nuk janë më shumë praktik. Domethënë, do të them një element me keqardhje. E shikon dikë që ka 8 vjet palestër. Edhe ai po atë ditë që po vjen thotë profesor çfarë do bëjmë sot. Po. Ndjej një keqardhje. E kupton, në 8 vjet njerëzit, në 8 vjet dhe shëndeti jonë e dim kur na kap gripi, si na kalon gripi, po mars kur ftofemi, kur na dhemi nyjet, sepse jemi njerëz dhe shoqërohemi me dhimbjen tonë. Thash, njerëzit sot janë bërë shumë parafabrikat dhe shumë te doktoratura dhe shumë besim. Besimi dhe mos besimi janë barabartë. Sepse nëse në këto nuk janë në raportin e artë, gjithçka është. Po, o shkon mrapa fare, pra E ose kupton, bën vetë progres. besosh dikën 100%, sikur ky dikushi është krijuesi, është i gjithë dituri, e kupton? Ka raste plot në botë, jo vetëm me këtë problemin e mesit që kemi pas ne, po edhe me probleme më të rënda, në momentin që kanë vendosur, janë lutur, kanë kërkuar te forca hyjnore zgjidhje, ja kanë dalë në mënyrë alternative. Pra alfa thuti është drejtimi tek Zoti në radh parë. Patjetër. Orientimi vjen direkt mrapa. Patjetër. Askush nuk e njeh Albaninë dhe Mbarimin më shumë se ai që na krijoi. Po. Po kur Albani dhe Mbarimi nuk dinë se çfarë roli kanë të jetë, se kush i krijoi, se si, se qysh, se kush e krijoi mjekësinë, në të cilët flasin në mënyra absolute. Unë nuk ja lejoj dhe nuk e pranoj as për veten as për një man botë të flas në mënyrë absolute. Të flasi sikur është racionali. Racionali është vetëm krijuesi i gjithësisë. Që të gjithë ne të tjerët dhe po të donim nuk mund të jemi racional. Trupin human shumë të limituar, po. Trupin human e ka kriju Zoti. Dhe njerëzit kërkojnë që Albani dhe Mbarimi të japin një zgjidhje. Albani dhe Mbarimi do të japin vetëm shembullin personal i cili ka funksionuar. Dhe në besimet monoteiste flitet me argument. Nëse dikush me një sëmundje të tillë, me një plagosje të tillë, do vinte te mua, unë nuk do t'i thosha 4/4, bëj këtë program të shenjtë dhe bëj atë. Do ta kaloja nga dhimbja që kam kaluar unë kaq vite dhe me shpresë dhe me dëshirë Zotit se një ditë. Më kupton, është shumë e thjeshtë, por është problem përballimi i dhimbjes. Njeriu ka shumë problem me dhimbja. Duke shkuar nëpër doktor dhe nëpër operacione, kalojnë më shumë dhimbje, thjesht është shpresa më e madhe. Kurse tu shpresa nuk varet e askush tjetër, varet te ti se sa do punosh. Sa i prirur je me hy luftës, domethënë për hir të Zotit. Patjetër. Dhe për hir të vetvetes, jemi obliguar të jemi të fortë. Sot fjala e fortë, ndoshta quhet e pak bullizuese për njerëzit. Ti jesh i fortë, do të thotë jesh një burr që mban dikë në krah, një të plagosur, një. Sot jemi në situata që më vjen rëndomte dhe vjen shumë keq, që burri duhet të jetë shumë i dobët, shumë i varur, shumë te doktori, shumë te ky, shumë tek ai, tha hoxha, tha prifti, tha ky, njerëz të palexuar, ka thënë profesori, cili profesor? Profesori që i ka thënë atij bëj këtë unë ngremë një dorë. Profesori që i ka thënë atë atij mund të jetë miku im. Unë kam djem në Shqipëri që janë kampiona Shqipërie, që mund të kenë që instruktojnë njerëz në Tiranë. E kupton ti? Po. Dhe ne ndajmë dije me njëri tjetrin, ne ndihmojmë njëri tjetrin dhe më kanë dhe shembull të djem. Pse? Sepse jam i fakt. Je shembull konkret. Po fakt. Je edhe shembull i ekstrem. Fakt. Domethënë, tham, për çdo gjë kërkohet dhe në shkencë flitet me argumenta. Flasim për një sëmundje që po konsiderohet sëmundja e shekullit. Duhen argumenta për njerëzit që kanë tejkaluar këtë problem. Dhe se si tejkalohet? Tejkalohet si është ajo masa e bukës e pjekjes, vete deri në 220 gradë dhe pastaj çdo gjë tejkalohet vetëm me punë. Njerëzit duan gjëra pa punë. Nuk mund të shërosh fizikun tënd, edhe të vesh të shtrihesh në një krevat.
lëviz, move, uji pastrohet kur lëviz. Po. Në fakt, Teoria e jetës, lëviz. po e drejtë shumë, jam shumë dakord me. Më thënë, njeriu është i projektuar që të lëvizi, ndryshe nga mjetet Patjetër. jo frymore që dëmtohen, madje edhe makina ka herë duhet të eci se ndryshe Patjetër. bykoset. Për mua është shumë e rëndësishme kjo pjesa, edhe mendoj se është shumë e lidhme me besimin. Është shumë fort e lidhur me besimin, për në bazë të eksperiencës time personale, domethënë. Po është edhe problem diagnostikimi. Unë e kam pasi qik mos fshim, nuk e di se sa të kollajt e ke pas ti me e kuptu nga të ka ardhë domi, po unë faktikisht e kam pas domi një qik më çuditshëm. Domethënë, unë kam pas herën e diskale 2 fisht, nga të 2 krahat, por nuk kam pas dhimbje. Kjo ka qenë e çuditshme. Unë kam pas dhimbje të mëshme. Ka të 2 format, domethënë. Kjo e imja ka qenë sprova ime, si me thonë, ka qenë po e njëjta rezultat, po pak ndrysh forma, Ti ke domethënë. pasur mos përgjigje të muskujve në 100% tënd. Unë e kam kur e kam domethënë ka qenë se shumë e rëndësishme du diskutoj edhe për këtë pjesën, domethënë të hyjmë edhe nga ana konkrete e fitnessit, e të ushqyerit, formës stërvitore, të regjimit që duhet majt konkrete për te gjona madhore, domethënë. Edhe unë e kam personalisht bosha shumë stërvitje, edhe atë kohë ne i diskutuam bashkë, ta diskutojmë për gjusit. Që kam pasi, kur kam nis dëmtimin, se më thënë ka qenë periudha ku unë bosha 4 orë stërvitje në ditë, bosha shumë fort, bosha 2 orë në drek, bosha edhe 2 herë mas dite, do më thënë Muay Thai, ne kena pas bo shumë edhe crossfit, ose stërvitje, do më thënë me cikle, që më mrapa hyrin modë edhe këtu në Shqipëri edhe për hap mas, unë s'jam fort pro crossfitit, do më thënë personalisht kam vrejtet e mia, se normalisht më ka evolu edhe dje, edhe ka ato të mirat e veta, po nuk jam unë, nuk e gjej dot veten aty, domethënë. Mendoj që kjo që bën ti është shumë më lart se sa të bësh shumë lëvizje po pa formë. Domethënë se kështu duket crossfiti mua personalisht. Domethënë ka numra shumë, po s'ka formë në ato përsëritjet që bëhen. Edhe kena pas bën atko. Tash dieta ime ushqimore ka qenë ka herë dilça pa buk, pa ushqim nga shtëpia. Kjo muhabeti tash ka 4 nga 8 vezë në ditë, ato të shpisu qajeti, vezë, proteine dhe vlerë ushqimore. Po kalosha 2 vezë qajeti, thoshin ato të shpisu do ashti 4 vezë, e normal? Ja 1, ja 2. Do më thënë bilës me mena të shprejen që ma thoshin të shpi qajeti, quni Rockefellerit, thoshin që dashe ka shumë, se është ignorancë në masë, në kuptimin e mirë, nuk du të shaj print, nuk du të shaj, po është një munges e të marrshme informacioni në shoqëri. Aq më tepër në Shqipëri që ka qenë kështu grop fare, kjo aspekt ka qenë shumë i mrapamet. Domethënë ushqimi s'diskutohej fare, domethënë që është kryesore për mendimin tim. Edhe masi bosha 2 orë stërvitje në ditë, gjell, mishin një herë mjavë. Edhe tash shkoi trupi me i pikë që prej shtulla llaç, shkote trupi ke furnizimi, shifta e zjo vllai thote, ças ke bosat, komen e majt, morim nga koma majt, që i djathas. Edhe majt, ja, kështu më filloi të paktën, do më thonë, filloi duke u dobësu struktura ime kockore dhe shtylla kurrizore edhe u dëmtova, më doli nga të 2 krahët. Fillimisht e kam përjetu me ndjesi, nuk më përgjigjeshin fashalatat, sidomos të ansoret, quadricepsit, nuk po më përgjigjeshin, kisha ndjesi si shtrëngim shumë i çuditshëm, domethënë, edhe i mora marr gjithë ortopedat e Shqipërisë. Çova analizat edhe jashtë dilçin analizat ato mjek që e kanë pa nga jashtë, se pa fizikisht, dalloshin që muskujt ishin tepër dorë, se del në analizë që muskuli domethënë është u dëmtu jashtë mase, po nuk kishin shkak, nuk dishin gjë. Edhe ato menoshin se unë kam bë për te norme stërvitje, edhe si pasojë kam probleme vetëm me muskujt. Ktu më kam shku ke spitali ushtarak, thoshin ke dëmtu muskujt si pasojë hajde të stërvisim, ndërkohë unë kisha dëmtimin në shtyllë kurrizore që asnjëri s'po e zbulonte. Edhe arrita me i pikë sa këto më boshin me bëmë shumë aktivitet me fizioterapinë që më boshin, edhe unë kur dilsha për aty nuk po ecësha dot më. Arrita me i pikë që nuk ecja dot më. Domethënë nuk po rrisha ul, nuk lvizja dot më. Edhe pata zbulu një doktor tjetër pastaj, tu do të dalë edhe që ne
gjithmonë i marrim zgjidhjet mbrapsht. Domethënë, pakta nga këndvështrimi im edhe i joti. Edhe pa ta zbuluj doktor tjetër i cili thote është ndrysh, kishte përqasje tjetër, jo kaq mekanike, kishte i çik më përqasje filozofike ndaj dhimbjes, domethënë. Çdo gjë thoshte është nervopati, çdo gjë është në kokë, edhe kjo është e vërtetë fatikisht një farë pjesë. Edhe po prap zgjidhja që nja 7 muaj ke ky doktori që proloterapia, çpo 60 herë ke njëre anë, çpo 60 herë ke koma tjetër, çpo 60 herë ke femuri i lartë. Derisa i thash, a të bëjmë një skaner mesi, se fillova unë të studiu, se s'po gjesha, kishin bo 3 vjetë tashmo, domethënë. Edhe kisha fillu duke lexuar edhe unë tash, duke mësu. Edhe zbulova që si funksionon sistemi nervor, si përgjigjen muskujt, si punon trupi në përgjithësi, fillova duke mësuar anatominë e muskujve, pavarësisht se deri far pike e dija nga sporti, domethënë. E studiojmë edhe për të godit, domethënë, ku ka më shumë efekt. Edhe pashi mund të kisha hernia diskale. Po akute, nga ato që nuk kanë dhimbje të fortë, ndrysh nga jotja, si më thënë, që të ka dhënë direkt impakt. E ke marrë vesh direkt ku e ke. Fal Zotit. Edhe i thash, bëjmë një skaner, kur bëna skanerin, ishte dukshme, domethënë, që ishte çan 2 vene dhe këto ishin pasoja. Shkaku nuk u mor njeri me mua me shkakun. Po prap nuk mësova gjë. Nuk mësova gjë për shkak se prap thosha o doktor. Më jep zgjidhje. Edhe nga koncepti i gabum, kam qenë gjithmonë besimtar në Zot. Domethënë, unë si besimtar me sa diskutova edhe me ty, domethënë, thelbi është gjëja e parë ku ne duhet drejtohemi kur kemi dështime në jetë është o Zot ndihmo. Domethënë, Zoti ta adreson ke zgjidhja, Dhe kur duam arritje. Bravo. Kurse unë po bëja të kundërtën, domethënë po thosha po gjeja Zotra kudo, përveç se ke Zoti, edhe kjo më bëni që të bëj regres akoma më të fortë. Domethënë, mos gjeja zgjidhje. Nga regresin regres. Po, shkova keq fare, domethënë nuk po ecja do të më fare. Psova dhe aksident me motor mrapa, kur fillova të rehabilitoj çik, shkova akoma mrapa se rash mu fiks ke problemi kur urzova, rash mu në mes. U dëmtova më keq. Edhe nuk ecja do të më. Nuk kisha më asnjë lloj, kalova depresion të papam pastaj. Masane gjëja e parë që kam bëu unë personalisht ka qenë jam dorëzu Zotit, domethënë, personalisht jam dorëzu totalisht Zotit. Domethënë kam thonë Zot, kam bë gabim deri te shi që kam dash me kërku zgjidhjen ke krijesat e tuaja. Më ndihmo. Çuditërisht ty të ka ardhur me ëndër, mu më ka ardhur zgjuar, po e ke parasysh kur të vijnë mendime, domethënë që janë ndrysh nga ato tujat, domethënë kur ti je duke menu gjithmonë mbrapsht, je duke menduar gjithkohës që unë zbohem, zbohet, doktorat zbojnë, shkolla zvle, sistemi është mbrapsht, më the thash. Do të ndërhyja. M'fal. Ai që shpiku llampën tha, unë nuk dështova 999 herë. Thjesht provova 999 gjëra, të cilën nuk bënin dritë. Po njëra nga ato pastaj bëri. Po kupton, edhe ne kemi qenë në një rrugë kërkimi. Po. Është e vërtetë kjo, tashmë e kemi provuar me këtë pjesë, jemi dëshmi e këtij fakti. E kupton? Po. Ne jemi njeriu nuk humbet kohë. Njeriu humbet kohë kur nuk bën asgjë. Më kupton? Kjo ishte ideja. Në lidhje me sport. Desha ta përfunoj edhe Vazhdo. Domethënë, m'fal. Vazhdo valla me edhe thelbi që domethënë që në fund fare unë jam dorëzu totalisht Zotit, edhe nga gjithë to mendimet e këqija futesh gjithmonë një mendim që nuk ka si tjetër joti. Domethënë kur jetu menu nxez, hy një mendim i bardhë dhe thotë që lviz hap kompjuterin, bëj këtë search, bëj këtë kërkim me këto fjalë. E ke parasysh edhe dilçin çuditërisht artikuj që ishin pro problemit që kam unë, direkt. Domethënë ose më kanë dalë gjithmonë rastësisht, më kanë dalë gjithmonë instruktora fitnessi, le të themi, që ishin kundra gjithëve. Komplet formë të kundërt nga ça predikohet mas, domethënë. Edhe vendosa të lviz si puna jote. Vendosa të lviz, fillova me peshën e trupit edhe i herë, fillova duke bo streqe dinamike, streqe statike si fillim që të qetësohesha, pata rezultat një 3-4 muaj nga, pastaj fillova duke bo ushtrime çik më agresive, më me forcë. Arrita dhe me një pikë domethënë që mu eliminu fare ky problemi i mesit. Lavdi Zotit. Edhe nuk pata më si lloj problemi deri në momentin ku unë venosa të ha më shumë bukë se sa të bëj stërvitje.
u bëra, kalova goxha obez, domethënë u shnosha goxha shumë edhe mu rikthu ky dëmbi. Po tashmë, ndrysh nga hera parë, e dija ku të nisesha. E kuptoj. E nisa direkt nga gjëja kryesore, Ndalo. se e ndjeva dëmtimin, zot një më. Domethënë edhe çuditërisht për 3 ditë u qetësova nga dhimbja, fillova duke bërë ushtrime dhe sot jam krejt në formë, domethënë. Jo vetëm që jam në formë, unë sot jam 42 vjeç, domethënë jam 1 vit më i vogël se ty. Edhe i ngrej gjithë shkelmat, domethënë goditet i bëj shumë mirë, domethënë nuk kam asnjë problem kështu as nga ana dinamike, as mekanike, jam krejt në rregull. Tashi, çfarë këshille ke për personat që kanë kalu disfaci unë e ti? Në thojza disfac, se kjo disfata fatikisht ka dalë, si e quajnë amerikan, blessing in disguise, bekim i fshehur. Domethënë ku ne na zhdon një sprov, mbase jena shembull për tjerë, mbase pra kjo gjithë ka qenë kulmimi ka qenë sot, ku ne po bëjmë një episod specifikisht për këtë problem. Është shumë problem vëlla. Domethënë ky është problem shumë madhor. Do ta nis nga fundi. Jo çdo gjë që vjen për keq, konkludon të ketë fund të keq. Dhe jo çdo gjë që vjen në duke është e mirë, konkludon të ketë fund të mirë. Domethënë neve, si specie humane, mund ka bo më të fort kjo që më ndodhi. Por më beson, di isha shumë trim, di isha shumë i fuqishëm, dikur dhe pse isha 60 kg. Nuk i masja fjalët kur i thosha si shqiptar, nuk i masnin fjalët, nuk i masnin veprimet. Sot më ka bërë të matur. Më ka bërë, do ta kthej se një pikë më djeg te crossfiti. E quaj sporti më të bukur. Po ai crossfiti që bëhet në Amerikë. Pa, e kuptoj. Të lutem. Crossfiti për mua janë lëvizje humane. Unë bëj powerlifting, strongman, calisthenics, jo crossfit. Në crossfit më thë. Crossfiti është një sport shumë i bukur. Po kur e çon në maj. Kur e çon në maj, kur e bën crossfitin siç e bëjnë amerikanët, që çmimi i përfituesit është $400 si për femrat si për mashkullin, ai është crossfit. Domethënë, crossfitin nuk mund ta quaj strongman me peshë minus 100 kg. Pa, e kuptoj. E kupton, nëse strongmanët botëror, sportet e forcës botërore janë në limit peshe, mjafton ti të ngresh gurët e drurët e gjitha këto, e shtangat, ky është crossfiti. Do doja që ta bëni shumë shqiptar, po të bëni crossfit. Jo të thoshin po bëjmë crossfit. Të thonë që ne po bëjmë peshngritje, por të bëjmë peshngritje. Të thonë që do vëmë në palestër, po të bëjmë palestër. Të thonë që të bëjmë taekwondo, po të arrijnë rezultatet taekwondo. Më kupton? Po, jo të humbësh kohën kot. Ne këtu flasim dhe thash, eri kthej, duhen zgjidhje të lehta, për mua nuk pati zgjidhje të lehta. Për të qenë racional, unë nuk mund të di se sa thellë mund të hyjë një njeri. Kështu që nëse në fillim direkt thosha Denis Alban, do bëjmë këtë, edhe bëhet kjo. Gjatë rrugës njerëzit lodhen. Njerëzit presin gjëra shumë të shpejta. Nuk ka, prandaj thash do jem brutal dhe agresiv, sepse nuk ka gjë të lehtë. Nëse dhena ngritjet peshave, po ka gjëra të lehta. Ja fusim me steroid. Ja fusim dhe gjithçka e marrim dhe marrim atë thënie parafabrikat që kjo është stimul ushqimi, unë nuk njoh stimul. Do e cek edhe këtë pjesën pak më mbrapa. Unë nuk e besoj të pjesë. Dhe për shumë problematika sot vinë na ato që ne konsumojmë. Gjithçka që ne konsumojmë i hiqen mineralet. Qumshi skremohet. Një problematika se sot me është të neve nuk konsumojmë bulmet. Besoj se bulmeti, besoj dhe në eksperienca që kam, bulmeti është alfa në trupin e njeriut. Sot po flas për fushën e fitnessit, po thuaj se është ndaluar. Mund të quhesh shumë ignorant në fushën e fitnessit nëse ti flet për bulmetin. Ndërkohë, kreatina, proteina dalin nga hirra, nga mbetja e fundit e qumshit. Po si me origjinë fshatare që janë dhe çoban në legjeri, hirrën ne ja hedhim një pemë aty dhe thahet. Çendom. Ne nuk konsumojmë qumshin dhe nën produktet e qumshit. Kupton? Shumë problem kjo pjesë. Besoj se qumshi është një element që njeriu i jep dhe i jep shumë. Ne sot trupin ton po e smurim shumë, sepse ashtu siç kemi smur psikologjinë. Çdo gjë e re që vjen është shumë kollaj e pranueshme për ne.
Po asgjë që ka sjell jetën deri këtuja nuk është e pranueshme. Është e pranueshme që burri të jetë grua, gruaja të jetë burr, po nuk është e pranueshme që burri është burr që na krijimi. Edhe këto, të kalitesh, të kalosh në ushtri, të kalosh në të gjitha, më duket se i stili amerikan, bëni çfarë themi ne, mos bëni çfarë bëjmë ne. E kupton ti? Ne kemi bombë armatime, ju si duhet as ushtri asgjë. E njëjta gjë u thuhet njerëzve sot. Shko në palestër, paguaj atë pa palestër aty, pago dhe suplementet, pago dhe një personal trainer, bëj dhe 40 minuta stërvitje, dhe do doja ta bëja edhe unë këtë pjesë. Po nuk ngrihen 400 kg, 300 kg. Në këtë mënyrë, thyen kockat. Kockat do trysni, që t'i japësh trysni do forcë më të madhe, do mbartje peshe më të madhe. Nuk ka diçka të lehtë, nuk ka pas diçka të lehtë në jetën time. Nuk më iku herë një diskale sa hap dhe mbyll syt. Vazhdova në progres, vazhdova në durim. Çelësi gjithë kyçeve është durimi. Njerëzve ka sos durimi, edhe me keqardhje. Lutem në Zot që të ketë njerëz që kanë durim, kanë këmbgulje. Do pres unë 5 vjet. Po si mund t'i them që bra për 3? I kam pasun ke palestra këto, profesor, po mas 2 javësh, atë 2 javë i thë, mas 5 vitesh, 10 vitesh, i thosha. Jo, s'vinin mo. Alban, ti shef sot ku dalin programe, për 4 javë thotë mbet 8 kile. Më kërkoj bashortja ime, mos stërvite, mora e stërvita paksa, s'ka mund basi kile. Si tu mos kilet? Po humbi shoqja ime 6 kile. Po e bëj si stërvitje e mori dhe ca gjëra. Unë po flas larg e larg, se jam njofës shumë i thellë, derisa jam njeri që garoj nëpër botë. Po. E kupton? I njoh çfarë ndodh. Sot jemi në parimin do flas në gjuhën tonë popullore, hao goj, trego boj. Po ti shikosh na boj jemi të gjithë mirë, po në skelet kocka jon ka po vete drejt motori është degradu komplet. Drejt rënimit. Dhe kemi shumë kollaj të marrim ilaçe. Unë në moshën 43 vjeçare e kam shumë problem me ilaçe. Sa rrezikshme është, më thonë, unë personalisht kam menimet e mia normalisht edhe besoj se rrezik me shumë mundësi do dalim me i linjë bashkë, po fatkeqësisht si mjekësia, si çdo gjë që është mrapç, edhe fitnessi është mrapç, më thonë si kulturë. Menoj unë. Po. Paka shumë një menim shpreh edhe ti shpar, edhe fatkeqësisht shtyhet shumë fort, edhe është bo madje kështu që është një shprehje që thonë këto që po më mirë ai merr anabolik, merr steroide, po ai punon fort. Më thonë, nuk është mundohen me justifiku formën e këtyre lloj suplementesh, ne ti qyjmë që këto synaske suplementet të janë kimikate shumë të forta për menimin tim. Çfarë menimi ke kështu për këto steroidet? Sa të rrezikshme janë për njerëzit, sidomos në raport me moshën, se tash po shoh që po i marrin që 10 vjeç, që 12 vjeç kanë filluar me testosteron, si gjëja më e parë, me formula kështu të larta shumë. Ta flas si profesionist. Është borxh me kamat të rënd. Në bukur se e ke thonë. Ky është realiteti. Ti do marrësh 100 kg sot, po flas unë për në stërvitjen e ngritjes së fuqisë. Ti do ngresh për 2 muaj 30% më tepër, 20% më tepër. Po më besoj që pas 3 muajsh ti do t'i rikthesh 60 kg, 30 që more dhe 30 që të ka kalu kamata. Kush do ta kuptoj, e kupton. Po të ishte për steroide, unë do ta kisha mbyt me rekorde botërore sot, unë si Bari Mehmeti. Po. Do ta kisha mbyt me rekorde botërore. Ka vendos të shkoj deri në fund sa malore, se Zoti ka dash ata që ndjekin rrugën e vështirë. Rruga gjatë që të shkurt. E konsideroj rrugë të lehtë, edhe pse është më e rrezikshme se kjo që ndjek unë. Kjo është shumë e lodhshme. Shpesh kam diskutuar dhe me shokun tim dikur, më sa po unë i marr për mbrojtje, ne i marrim për mbrojtje, ti nuk ke frikë. Frika është proporcion jete. Si kemi mundësinë të jetojmë, është dhe frika të mos jetojmë më. Derisa koordinohemi nga disa gjëra që nuk i kemi lidhur vetë, dhe nuk e dim çka janë, sa na ka caktuar Zoti ne vazhdojmë. Jam kundra këtyre gjërave. Nuk do hyja të gjykoj
profesionist, njerëz të pedanës, të skenës. Jo, nuk do normalisht gjykojmë njeri se cili është pasojë punë vetë apo. Nuk gjykoj për shumë arsye. Më kupton? Po, Problemin unë nuk e shoh te kjo pakicë. Po marr djem kampiona, djem profesorët e fitness. Është problemi i masës. Se hajde diskutojmë një pjesë për atë që ka palestrën. Po e diskutojmë dhe për 99 klientë që i vjen këtij palestrës. Çfarë i kërkojnë o zotni? Çfarë, se kam qenë jam dëshmitar i kësaj pjese. I kërkojnë rrugën e lirë. Dhe nuk ja ofron Albani, u ofron mbarimi. Është problemi, po të jemi korrekt politikisht, do flasim e kanë fajin profesorët. Po të flasim dhe të jemi korrekt me drejtën e Zotit, gjithmonë problemi është i masës. Masa kërkon rrugë të lehtë. 100% dakord. Kërkon rrugë të lehtë Alban. Kërkojnë të bëhen për 3 muaj, kërkojnë të ngretë të dalin kampion për 3 muaj, dhe e ka mbyt interneti. 17 vjeçari që ngriti 300, ka marrë Nipçe, për shembull, 16 vjeç, potencial shumë i mirë. E kupton ti? Po më demoralizohet, sepse po të hapi internetin, shef një 17 vjeçar në Amerikë ngrit 300 bench press. Pa llogarit masë muskulare që i ka marrë. Nuk gëzon fare ky djali në fjalë ngritjen që bën. Unë jam 44 vjeç, jam top 5 në botë për moshën time. Dhe po them number 1, po të heqim ilaçet. Po, e kuptoj, e kam qenë. Problemi është, nëse unë nuk kënaqem me arritjen time, kush do kënaqet? Kur unë jam dëshmitar i vetes time. Kur nëse unë bëj një total në powerlifting 650, 700, nëse do merja dhe 30% dhe 20% stimul, do isha 800. Nuk do garoja fare në moshën time, do garoja të rinj. Po. Sot farmaceutika është shumë e frikshme. Po dhe shumë e frikshme t'i besosh në mënyrë të verbër. Zoti na ka dhënë mend, na ka dhënë gjenetik dhe njeriu do të jetë racional dhe në kënaqësinë e vet dhe në arritjen e vet. Sporti është formacion lufte e kopaqe. Kushtetet prezantohen se sa sportist të fort kanë, sa olimpianik, sa medalist. E kupton, dhe është fut në një rrugë kur farmaceutika, më vjen keq që nuk e kanë bërë free, të lirë. Ta bëjnë të lirë, sepse marrin që të gjithë. Po. Marrin që të gjithë dhe fshihen mas gishtit vet. Kam 8 vjet stërvitje, 9 vjet stërvitje, 4 orë në ditë. Kam provuar sporte dhe sporte. Jam mjaftueshëm falenderues te Zoti im dhe i kënaqur, por shifrat sot në botë janë për të frikshme. Por dhe ajo që ndodh, nuk mund të shikosh burra muskulos që u grisen muskujt si një këmish. Ke parasysh ato kishat 20 vjet. Grisen ligamentet komplet. Grisen ligamentet në mënyrë të tmerrshme. Dhe jam një djalë që vetëm në stilin deadlift ngre mbi 4 fish 5 gjëja më e vogël pa llogarit mund të thash kjo është dëmtimi i organeve komplet. Pa e ka fillu të kalosh atëja të kthesh, sepse ajo çfarë bën? Sot i jep 100 kg dhe mbas 6 muajsh ti ngre 50 kg. E si mund ta gjesh veten ti Alban kur ti je mësuar që aty te palestra të bësh me 100 dhe vetë i moment ngre duhet 60. Është disfaksion mendor. Fillojmë merr prapë. Është disfaksion mendor. Dhe njerëzit siç kanë frikë fukarallikun, ata që janë mësuar me forcë me aktivitetin, kanë frikë aktivitetin. Me thënë, ajo fjala bio, natyra nuk ekziston më. Hajde bëjmë gjëra për të rënë në sy. Hajde të bëjmë gjëra për të përfituar material. Dhe për përfituar material e kanë bërë për 3 ditë u mbet kaq me këtë çajin. Ose kuptoj tot. E kupton, bëj 4 orë stërvitje nuk mbas fare. Kam 4 vjet, jam 71 kg, 72 kg. Kur ti thonë ty e mund madje që i kena gjithë këto kohë që i bëjmë? Jo, unë jam. Është se ke të vështirë edhe me repliku me këto njerëz se thu Zoti i Madh. Ore, shprehmi njohen në timet e Zotit që ti po më jep mundësi të flas, sepse unë kam autoritetin të flas. E kupton? Nuk kam autoritetin të flas edhe për atë që bëj unë. E kupton, dhe pse i kam peshat certifikuara, jam i vetmi powerlifter shqiptar që marr flamurin, djem të lekat tona dhe shkojmë andej, marrim pesha, vim tej, jam 300 herë i respektuar jashtë. Po. Jam i respektuar sepse në fundit kam një moshë të caktuar dhe një dukje që duket që nuk marr steroid, të paktën për profesionistët, dhe vetë atje futem, garoj me krenari vi prap. Po që kam arritur këtu diçka di. Kam ndjekur një rrugë që të çon këtu. Unë mendoj madje që edhe ato që i morin steroidin fushën tënde ty të respektojnë më fort. Se thellë edhe ato e kanë qartë që ti ke zgjedhur rrugën më të vështirë të mundshme. Ego e njeriut. Po, ego e shërmim. Jo, jemi në dualitet. Dhe unë kam qenë gjithë zanafill në dualitet dhe as ata nuk e gëzojnë respektin tim dhe as unë nuk gëzoj respektin e tyre. Dhe e them hapur publikisht.
Unë nuk mundem, nëse unë do vetë drogohem, nuk do më dhimbë se të askush. Pa e drejt. Tash i të rrim shtrëmës. Kur s'do veten, do më thonë, do dush tjetër. Du veten, unë këtë dituri kam, se kjo është e mirë. Dhe shpesh e bëjnë dhe pa vetë dije. Nuk është e mirë. Nuk është e mirë, kamata nuk ka qenë kurrë e mirë. Po. Kërkoj Zotit tënd dhe ai do t'japi. Po. Një parim i vjetër biblik thot, lutu për çka të duhet dhe prano me falënderim atë që t'jepet. Po. Ajo që t'jepet është më mirë për ty. Ne sot gjithmonë do kemi diçka për Albanin. Po ama ne nuk punojmë. Po jo po Albani këtë ka është një 80, unë një 70. Po provo të punosh dhe ti dhe të shohim ato t'jepet e ty. Ne nuk pranojmë të punojmë. Çdo gjë është me afat të shkurtër. Çdo gjë sot nuk ka kënaqësi. Kam një problem dhe me djem që kam e vete. Do me thënë, brenda fjalëve tona, kur nisëm ishe, atë ngrejnë 200 deadlift, 200 squat. I ngritëm Alban 200. Po të shi. Jo. Atë ditë nuk qeshëm, atë ditë qam, uzime njëri tjetrin. Sepse harruam falenderojmë Zotin. Më shohin për ditë në çdo ngritje time me duart lartë. Në radhë parë tregon dituri, sepse unë e di ç'po ngre. Unë nuk kemi pa vetë dishim kur i futem asaj peshe. Ajo peshë të vret. Ajo peshë nuk bën me herë një diskale, e të këput palcën. Dhe në momentin që unë e lëshoj atë peshë, falenderoj Zotin që nuk u vrava. Po këta e kam në mënyrë instiktive nga Zoti im. E kam falenderuese i qoftë kur dështoj, i qoftë kur ngre. Unë djem të mi nuk gjeta kënaqësinë. Do ngrejmë 100, çfarë do bëjmë ne? Në momentin që ngrihet 100, është harrua ajo ditë, e çfarë ndodhi? Këtu kemi të bëjmë pastaj me spiritual, me anën tonë shpirtërore. Që lutemi qëllimi që të gjejmë të filxhanin dhe kur e gjejmë, shikojmë dhe filxhanin tënd dhe tjetrin e tjetrin. Po. Nuk ka racionalitet të njeriu sot. Më kupton? Nuk do të lodhet, nuk do të sakrifikoj, po dhe kur sakrifikon sa do pak dhe i jepet kjo, do ta përkthejmë një varg kuranor, u bita Ademit. Allahu shumë juve do t'u jap, po shumë pak nga ju do t'jem falenderues. Po, mos pinjohesh dhe sporti. Mua më mori Zoti nga hiçi. Kushdo që isha, e gëzoj tjetër famë, tjetër fuqi, tjetër dituri. Po nëse nuk falenderoj unë i pari, do falenderosh ti për mua. Po nëse nuk jam u mirënjohës, dhe më thon pse edh kaq video në ditë. Po nëse nuk i jap unë zë times, kush do t'i japi? Është problem i madh. Quhesh mendje madh për faktin që bëre. Te rrjeti im social, te jeta ime, përse e edh, i ke fake, i ke kështu, mendje madh. Valla si burra as kujt. Thash jam rob i Zotit tim. Po duhen edhe këto acarusit shuan, është herë mase. Se mërzitesh ashtu e gjërat. Ta dominoj, nuk është problemi aty. Pa problem është. Problemi është masa ashtu janë. Të gjykosh pa ditur. Të gjykosh pa provuar. Një shoku im thotë diçka që është ndryshe me të thënë, ndryshe me të provuar. Më kupton? Është kollaj ku shem barimin me 400 dhe ti thosh janë fake, janë falso peshat dhe ndryshe të provosh për vete. Më kupton? Prandaj të fortët udhëheqin, prandaj të fortët mbrojnë, prandaj të fortët shpëtojnë. Sepse një fort di dhe dhimbjen. Ti e di dhimbjen e i shkelmi, unë nuk e di. Po. E kupton? Ti stërvitesh për të luftuar në këtë jetë. Fjala luftë në thonjza mund të jetë kudo. Ti reagon më shpejt nga mua. Më kupton? Unë mund të ngrej një peshë aty të shpëtoj një fëmijë. Po e drejt. Po sot gjithë këto gjëra janë shumë të kontestuara. Domethënë gjërat më normale janë të kontestuara. Nuk ka në fitness diçka normale. Do kthehem sërish te një miku im që mi vajta në palestër dhe i thash vëlla di si puna. Gjim bashkë me Denisi. Po unë 36, Denisi 35, shoku im i ngushtë. Kemi ardhur për forcë. Na pa shumë. Kishim një muaj që vini vërdall, ka qenë dhe koha e tërmetit. I thash vëlla, fol troç, fol një minutë dhe unë do të dëgjoj, ndoshta po fol drejt do të dëgjoj një jetë të minutshin tënd. I thash çfarë bëhet për forcë. Nuk do ta dekonspiroj çka më tha. Po më tha, gjithë to janë për fillestarët. Nuk duhet ta çoj realitetin se çfarë më tha ideal. Unë e du si vëlla dhe sot. Më tha, po do forcë mbarim. Kjo. Deadlift, squat, bench press, e kupton, shtanga lart, gira në gjoks. Ato janë ushtrimet bazë që unë bëj. Baza. Dhe vjen dikush sot dhe të kërkon diçka specifike. Jo po bëhen këtë kënd, jo po se ti se ke bën e herë mirë. Qas shofon. Janë të më gjuku. Jo po ke bëj 10 vjet keq këtë që e ke bë, po do ta bësh kështu. Po e po se lloj filozofisë do më thon ka online, po nuk pranojmë dhimbjen. Në momentin që nuk pranon dhimbjen,
është si të hapësh një biznes të ri, por mos punosh 1-2 muaj për të hapur. Ne nuk pranojmë dhimbjen të trupit jon. Atëherë çfarë përmirësimi kërkojmë? Kjo është fakti, ne kemi dalë në naturaliteti jon për qenë thjesht. Për qenë praktik. Po, praktik. Praktik. Çfarë janë artet marciale në vetvete? Zgjidhja në çdo lloj gjoje është prakticiteti, ajo gjëja që të vjen instinktivisht, që është normale. To instinktin duhen me zhboa, me bë kështu ndërlikum, me llogarie, me plane, me... Nuk e di se si ka qenë vërtet historia e Bruce Lee's, po di të them që më kësoj arte. Di mund ta them, sepse gjithçka shkon në fe në fund, në mënyrë jetese. Palestra xhinte, dunat atë gjë, njerëzit e fitnessit dhe thonë ne po ham pastër. Automatikisht më ofendojnë. Po unë çfarë ha? Teknikisht i ha më pastër se ato. Të lutem. Unë po ha pastër. E ka shumë kollaj të thonë, do hash kështu, po do hash pastër, ne po ushqemi pastër. Me që jemi ke ushqimi. Si hati, domethënë si ushqesh, si ke këto racionet, a ka formulë se qarkullon kjo, duhet hash kaq gram për peshë, protein, këtë proteinën patjetër duhet ta morësh me ca kova, jo duhet të morësh multivit, të morë vitamin D, do morësh to formula, do morësh pre-workout, after-workout, mid-workout. A je dakord ti me këtë pjesë? Unë personalisht jam fare, domethënë personalisht mendoj që multiviti është qiç i shtrenjtë, kështu e quajnë, domethënë do blesh 90 euro i them, që do dali urinë pastaj se trupi thotë ç'a dreqim ke futa dhe del kështu fosforescente urina mbrapa se ti qit gjitha ato. Më fal se shprehem kështu domethënë, po atë menim kam për atë pjesë, po du di menimin tënd domethënë a duhet patjetër ne të ushqemi kaq gram për peshë trupore, për muskull, a duhet patjetër të marrim ne suplemente, se steroidet i sqaruam që as unë as ti si jena pro, edhe përveç kësaj ti e the shumë qartë që borxhi që do kthesh mrapa është mundësisht vdekja, ose gjys njeriu, e suksesi është shumë i shkurt domethënë edhe ka të bëjë me egon. Po këto suplementet, çfarë mendimi ke? Më thënë për këtë që sapo thash tash, si ushqesh ti domethënë? Këto jema që më theti tani? Po. Shumë. Unë ushqem në mënyrë shumë dinjitoze. Hakur më hajt bukë. Më kupton? Po. Nuk konsumoj alkool, nuk konsumoj pa racion, unë ushqim për çështjen e fuqisë do quja racionin. Prandaj shëndar dhe është me racion. Po. Të hash me racion, të hash pak, të mos ngarkoj shumë, duke ngarkuar shumë nuk lëviz dot, vjen për gjumë. Unë s'kam ndonjë të flej gjumë, kam ndonjë bëj stërvitje. Po. Valla, unë buzëqesh. Buzëqesh e rikthej, këto janë parafabrikat, që dikush i ka nxjerr, dikush i shet, dikush i prodhon, dikush ka nxjerr disa trupa që nuk janë human. Me kupton? Po. Po të shikosh bodybuildingun, forcën e viteve 50, janë sa njerëz normal. Po. Ku ti ndoshta edhe unë mos jam sikur muskuloz. Po kishe dalë në ato foto në ato vite, do kishe dalë me mosha ato. Sot jetojmë, por unë do ta rikthej. Roma ra vlla nga Maqedonia në një shtet i vogël, ku Roma nxirrte njerëz që ndeshin me Luanin dhe me Demin. Në fakt atëherë në Maqedonia humbi. Kjo është histori. Më kupton vlla? Grupacionet e vogla kanë mund grupacionet e mëdha gjatë njerëzimit. Pse? Sepse kjo rrugë e masivitetit është kollaj të bësh një video dhe të komentoj 5 veta në rregull. Sepse 5 veta dinë atë në palestër. Unë nuk pres të më komentoj dhe nuk kam te video të kjo 5 veta që të më pëlqejnë mua. Ndryshe vlla, unë isha duke bërë po të njëjtën gjë që po bën ai. Bëj diçka tjetër. Ushqem në mënyrë shumë korrekte. Ajo që the ti, herë pa bukë dhe herë me bukë. Më kupton, nuk kam ushqim specifik. Unë veten në përgara dhe shu që zoti nuk vete vetëm, po vete me shokët e mi, 2 e 3, mund të ha dhe për 3 ditë vetëm croissant. Po për të madhërishmen, po atë që ka kriju qiejtë e tokën. Mund të haj croissant. Jam tipi do haj, ku di unë 6 herë mish në javë, në ditë, s'mund të haj dhe asnjëherë në muaj. Thjesht tash, jam konsumator bulmeti. Mund të pi, do me thënë 3-4 gota për ditë, qumësht. Mund të ha gjalp,
të kripur, sepse gjalpi i lopës i kripur, njeriu dhe unë apo eksperienca ime me ëndrat që unë kam parë, e ndihmon shumë në trysninë e kockave, në ligamentet, në fërkimin e ligamenteve dhe këto gjëra. Plus i jep shumë fuqi. Por Plus që ke edhe provë konkrete ke trupi jot. kjo është, po nuk di që po sa nga unë do bëj stërvitje. Jo, vëlla, unë do bëj stërvitje, më erdhi ora për stërvitje, do bëj stërvitje. Më erdhi Denisi, do bëj stërvitje me Denisin, vjen një 2 orë Albani, ja fuse një 2 orë me Albanin. Gjithmonë tentativat i kam deri në fund. Sot do bëj powerlifting, nesër do bëj peshngritje, pas nesër do bëj calisthenics. Kjo është ide ime. Unë nuk ndryshoj ushqimin, nuk pres nga ushqimi, unë pres nga programi stërvitor. Cili është programi stërvitor? Jo një program i përditshëm. Jo një sport për ditë. Unë e ndryshoj. Një sport për ditë, sa të arrit, aq dhe mund vrasi. E marrin deadliftin e shojmë këtu. Ja fusja 2 muaj deadlift. Po flas shumë thjesht, po e bëj shumë konkrete për njerëzit. Po, që të kuptohen. Shumë konkrete për njerëzit. Ja kapus pastaj 1 muaj me pompa. Qaj qeshin në internet dhe thonë, ndërkohë kam bosh 700 pompa në ditë. Më kupton vëlla. Njerëzit. Paradoksi njerëzor. Po shumë është, sot është Qesh ai që i shnosh ke shtëpia, që s'lviz fare, me ty që... Fjala më e shenjtë për 8 vjet, 9 vjet, që unë kam hasur në fitness, në palestër, është fjala program. Mjafton t'i thosh fjala program dhe është 1-2x. Të gjithë presin një program, të gjithë të flasin për program. Ule shokët e mi me mua. Po e ke një viktim. Të gjithë flasin me mua shokët e mi, ose vi për vëlla, unë po ndjek këtë program. Ç'e program i shumë vëlla? Unë një program 4x4 herë 16 herë 27. Presin për Ultimate, atë programin e funit, ai për sosmi, ai kur do dali ky programi. Presin një program dhe harrojnë të stërviten, harrojnë të marrin trysni, harrojnë të japin sakrificë, forcën vetvete çka është, kush e përshkruan. Pra këshilla jote është që ushqeo me sa ke mundësi, me gjëra që t'jep Zoti, edhe ushtro aq sa të lejon trupi jot. Aq sa të lejon trupi jot, aq sa të lejon qëllimi jot. Nëse ke qëllim vëlla, se për një muaj do ikësh të garosh Serbi, do japësh 100% sintent. Do përballosh dhimbjet. Forcën vëlla, po flas për fushën e forcës e merrem. Nuk e ndalon njëri se nuk jep dot fuqi. Nuk ka djem Shqipëria që po të stërvitshin, do bënin pesha ngrinjë dhe mu me dorë. Nuk përballojnë dot dhimbjen. Dhe ilaçet kryesisht kanë dalë për të mos ndier dhimbje. Po. Më kupton? Me ta lehtësua të procesin, ai që diskutuam shpar. Ai pre-workouti që ti më diskutove dhe unë bëj sikur se njoh, është diçka që ty të trazoj gjakun, të fillosh nisjen e palestrës. Mu nuk më është dashur ndonjëherë. Më kupton? Nuk më është dashur një stimulant, një suplement, stimulant është qëllimi im. Qëllimi që unë kam. Kuptohet i shprehje në lidhje me këtë që më the ti nga i trajneri im i taekwondos. Edhe më thoshte që arrita me i pikun që isha shumë pesha rëndë dhe kisha goditën më të fortë federatës. Edhe nuk po mate mo kush, kur kam pas bota taekwondo, pra nuk arrite kush të mate lapetën. Më thënë ngela kështu si fakir, kalova edhe si depresion, prap, se unë kam pas fiksim depresionin gjatë jetës time, dorëzohesha shpejt. Edhe ai kishte kalu një gjë të tillë dhe i këshillë, tha, shiko, tha, që i periudhë kohë, tha që jo, mhiku filani, mhiku shoku, mhiku kolegu, mhiku partneri stërvizmi, edhe u demoralizova, tha, do të thonë nuk kisha më zell me punu derisa kuptova që ka më stimul më të mirë se vetë trupi im, tha. Kur e kam kuptuar këtë, doli kampion Ballkani në atë kohë, domethënë. Duke bërë stërvitje vetë, domethënë. Edhe po e lidh me këtë që sapo theti që vetja është stimuli më i mirë. Armiku më i madh i njerëzit është fjala justifikim. Nuk ka justifikim kur të ngarkohet një barr, të ngarkohet një përgjegjësi, kur i thoj Albanit unë do i durrës. Vetëm pamundësia, që është dhe kjo 1% që mund të ndodh, problemi është njerëzit justifikohen. Më dhem çik këtu mua, po kur të dhem ty që ngrej 100, po unë që ngrej 200, sa shumë më dhem çik kjo mua. Thash, po mundojmë ta bëj të intervistë shumë vllazërore dhe shumë në fjalë të shkuqitura shqip, shumë. E kupton? Pa terma, sepse njerëzit don terma. Terma. Dhe terma shpesh, terma që nuk i kuptoj. Edhe kur Albani flet me terma që nuk i kupton, të flisja mbarimi vjen sepse po dëgjon diçka që, më kupton? Njerëzit kanë qef, prandaj ecën feja, ecën politika, sepse u flasin me ca terma. Kujtohet një varg me këtë që theti.
që i thot mund dëgjosh thot elokuencën e tyre, thot edhe çoh sa bukur flasin ata janë ti trungje që qëndrojnë thot, domethënë praktikisht. Ti do hasesh në njerëz thot që shtati i tyre dhe goja e tyre të mahnit, po ata nuk udhëzojnë vetëm se për keq. Po. Më kupton? Ky është vargu që i përshtatet kësaj bisede tani. Ne kemi justifikim dhe unë po të them dhe gjë tjetër. Justifikimin ditë gjykimit nuk na pi ujë. Po. Unë sot për të mos ardhur këtu, mund të kisha 7 justifikime. E kuptoj, di gjyshja që ka vdek 73-shin dhe ti do bëje se e kuptoj, po thjesht unë justifikova. Po. Kjo është tek forca dhe te forca has barikat në dhimbje. Harron herën diçka vëlla. Ka dhimbje shumë herë më të forta, shumë herë më të mëdha. E kupton, siç e di ti në taekwondo, goditjet kalcifikimi, shpejtësia. Po. Edhe këtu. E njëjta gjë është. Por do të thotë mas herë shpejtësi. Njëjta gjë është. Mas herë shpejtësi. Grushti jot sa i shpejt dhe në forcë është e njëjta. Kur i shkon dhe rezistencën pastaj bëhet bruto forcë humane. E kupton? Kur futet dhe rezistenca që ti do ngresh 100 kg, po me një shpejtësi caktuar, me një mënyrë caktuar, po do ta mbash edhe për një kohë caktuar. Këtu shkon, besoj se shkon në forcë absolute. Më kupton? Njerëzit justifikohen dhe shkollaj tërheqja. Justifikohen dhe në kohën e sotme drogohen dhe këto janë dhe lejuara. Fatkeqësisht po. Droga sot është bërë kështu zgjidhje. E di që nuk do gjejmë miq në ato që themi, po ndoshta udhëzohet vetëm dikush. Unë thjesht për jap shembullin tim. E kam thënë në media. Nuk kam certifikata dhe dëftesa që ta mbroj këtë që them. Thjesht unë e mbroj me jetën time. As nuk e them me fudullik. Jam dëshmitar i jetës time. Që theti shpar që profesori që ka ato certifikata unë ngre edhe profesorin. Shpepeshëm. E kupton tash? Ti ke konkrete, tjerët e kanë filozofi. Ore, nuk them se filozofia atyre nuk ka sjell shembuj, po më beso dhe ta shembull që ka sjell ka qenë dëshira atyre njerëzve për t'ia dalë. Po. Siç kam dëgjuar raste që kanë qenë me sëmundje të keqe, ka qenë dëshira e dikujt të japi maksimumin. Nëse ne dorëzohemi dhe dalim merita është tjetër kund praktikisht. Patjetër. Prandaj unë kam vetëm të qëllimi. Cili është qëllimi definitiv? Tokën e trashëgojnë besimtarët. Po. Më kupton? Po. Qëllimi definitiv. Ti jesh besimtar sot, je paksa i përgojuar, je paksa i çeduar. Nëse nuk përket në një grupacion të madh, ti je një kokë sharlatanit. U bën e ti. Jemi shumica, u bën e ti pakica, po. Të gjithë njerëzit sot kërkojnë një grupacion ku të fusin kokën. Po. Presioni shoqëror. Prandaj ta ceka dhe pak më vete. Fe nuk do të thot besim, fe do të thot mënyrë jetese sipas rregullave të përcaktuar. Që i përcakton një bashki, po nuk është, e kupton, fe është pallur, pastaj është ajo që unë besoj, vëlla, është Islami, por fe është çdo lloj mënyrë jetese. Ne kemi zgjedh dhe kanë zgjedh njerëzit të përkasin grupacion në fitness, taekwondo, në shumë gjëra, por thash, do doja më shumë djem të Shqipërisë tonë që të mos kishin justifikimin, por të shërbejnë qëllimit. Jemi shumë popull i fortë, shumë, por qëllimi jon. Për këto djem, a ofron ti kurse? A mund drejtohen rreth teje për... Jo, absolutisht. Nuk ofron fare. Absolutisht. Përveç kursit që praktikisht mund ta marrin falas nëpërmjet shembullit tënd. Patjetër vëlla. Që ti e jep. I vetmi kurs që do bëja unë është shembulli im, është jeta ime, është mënyra ime të vepruarit, hedh video për ditë. Pra kushdo që do të ketë sukses edhe të arrijë rezultatet tua, le të huazoj konceptin tënd. Patjetër. E pyetëm babain e njerëzimit të dytin, jo të parin, jo Ademi, po Noeun, Nuhun. Dhe i thanë, çai ke këta të vobekt me vete? Ai tha, unë nuk as afroj kënd, as nuk mund të ndjej kënd. Po. Më kupton? Pa, më me këtë vargu. Është shumë e thjesht për të mësuar mbarimi, se vetë ta pun mbarimin dorës aty, pime dhe kafe, bëjmë dhe 1-2 orë stërvitje, kaq, por nuk ofroj diçka në këmbim legu. Pa, e kuptoj. Unë stërvitem me njerëz të mit që kemi nisur dhe e vazhdojmë me një qëllim për të bërë njerëz të fortë për kohë shumë të vështira që po vinë. Pa, e drejt. E di që jam shumë i vogël për të thënë që po vinë kohë të vështira dhe çfarë bën stërvitja? Survivor. Po. Survivor. Sot nuk ka survivor, njerëzit nuk janë, po të mbyllet furri lagje, s'ton bobo kush vetë ti matan. Të marrin buka ti ke lagja tjetër. Me të bëj pyetje, më ka ngeli suplement pa të pyet.
tu ta qartësoj për veten, domethënë se normalisht ke më shumë dije, shumë më shumë dije se unë dhe shumë më shumë eksperiencë se unë. Unë ka ngel sharram gosht me i ven, domethënë, edhe zihem ka herë me Lorenën. Edhe më thot, mësa marrë vetë pse e merr edhe këtë thot që se ne jemi kundra fare, domethënë, unë jam i menimit që Zoti ka dhënë gjitha. S'ke nevojë me marrë formula kimike me kreatinën. Pse formulat kimike kush i ka krijuar? Zoti, po jo këto formulat e industrisë, Po, këto. Në besimin tim thuhet, në dorën e Zotit janë dhe ato kurthet që me anë të atyre thërmojnë malet, Po. kodrat. Edhe një, po për kreatinën, po. Unë e marr kreatinën. Je pro. Jo, jam vetëm për profesionistët, për njerëzit e pedanës. Kam 1 vit që e marr. Kam 2 vjet që kisha parë ëndrrën për kreatinën. Pjesë me Denisi, me shokët e mi, patëm edhe replika, ne jemi kështu, ne jemi ashtu. Zoti ka kriju gjithçka. Po, e drejt. Tashi ti po më thoj mua tashi sikur të shkojmë në një luftë ne, po ne nuk kapim armën. Kur vjen një moment Alban, lufta bëhet agresive dhe në luftë futen mjetet. Më kupton? Po. Problemi ku është? Masa e përcaktuar. Kupton? Kreatina është një suplement që vërtet shtyn, jep. E marr në masë shumë të vogël, 3 gram që e marr unë në 3 muaj në vit, 4 muaj në vit. Kupton? Po kurse si një njeriu që nuk ka mbi 6 vjet stërvitje force. Po flas për fushën time. Tash mbarim, Po. Jena sqaruar me këto suplementet edhe steroidet, po më ka ngel ke i vend, domethënë, do me të pyet për konkretisht për kreatinën, ç'a menimi ke? Po. Kreatina po. E lejueshme për dikë profesionist që ka mbi 5 deri në 6 vjet stërvitje profesionale. E kuptoj. Po. Vjen një moment, nëse ti do të garosh dhe ti do të fitosh, tash nuk ja urthem, nuk dopingu në askujt. Se nuk e quaj fitore. Po. Ndoshta e quaj dominim, po jo fitore të pastër. Po. Sepse në fundit vendi i dytë jep dorën vendit parë. Po. E kupton? Kurse kreatina për mua, për njerëz që prekin pedanën ndër vite, unë shumë vite e kam prek pedanën pa kreatinë, pa asnjë gjë tjetër. Erdhi një moment për të fituar jashtë dhe shumë sporte që bëj unë, e pas të nevojshme të merrja 3-4 gram kreatinë 3-4 muaj në vit. Kjo është e gjitha, po jo për njerëz që nuk janë profesionistë në fushën e tyre dhe nuk kanë ndeshje përpara tyre. Praktikisht për profesionista që janë aktiv ke sporti me vite, 3 deri në 4 gram. Dhe kjo në një kohë të përcaktuar, do me thënë 1/3 e vitit. Po, jo gjithë kohës, me thënë, zakonisht. 1/3, paktën nuk shuaj gjykoj, kështu kam vepruar, unë kam vitin e fundit kam marrë për të përballuar ndeshjet dhe për përfituar, sepse unë po ndeshe me njerëz që janë e kupton? Po. Dhe unë mora këtë. Tani, shumë njerëz do pretendojnë në kundërthënie. As pak, gjithçka e ka kriju Zoti im, dhe steroidin, dhe të mirën, dhe të keqen, si lindjen, si vdekjen, por në momentet caktuara duhen përdorur dhe disa armë. Ne po luftojmë me artilleri të vogël në këtë rast. Dhe unë të garoj pedanat e botës, po përdor pak kreatin. Por nuk i bën efekt askujt që sa veten palestër përdor nga këto gjëra. Po, e kuptoj. Nuk e sugjeroj asnjë, dhe gjithë suplementet e tjera nuk e sugjeroj asnjë. Po, e kuptoj. Ky është ideja ime. Ke thënë te një post, ke citu një nga postet e tuaja që çdo fitore është nga Zoti dhe çdo humbje është nga unë. Patjetër po. Sepse kam cituar pjesë nga libri i shenjtë Kur'an, të cilin unë e besoj si libër Zotit tim. Pra që çdo e mirë vjen nga unë, çdo e keqe vjen si pasojë e punëve tuaja. Çdo e mirë vjen nga Zoti dhe çdo e keqe vjen nga duart tona. Me këtë filozofi ti ke besoj gjatë gjithë kohës. Ky është himni i jetës time. Nëse marr frym, nëse fitoj, nëse flas, është vetëm për Zotin tim. Nëse gaboj, faj është krijimi. Sepse u e di tashmë të vërtetën. Më kupton? Njerëzit nuk pranojnë fajin. Kur njeriu bën pranimin e fajit dhe e di që Zoti është bamirës, mëshirëplot, dhënës i jetës, marrës i jetës, rikthyes i jetës, dënues i përjetshëm
dhënës i përjetshëm, ne nuk duam ta pranojmë. Unë këtë besoj se fitoret janë vetëm nga Zoti im. Nga vetja ime unë nuk i kam imagjinu kurrë se unë mund të ngrej 400 kg. Si ta them sot që i ngrita që 300 kg, 400 kg, që është na mua, jo s'është na mua, ose kam besuar në fillim kur e kam panondur. Nuk e kam besuar. S'mund të them që është na mua. Humbjet patjetër janë na mua, sepse diçka kanë lënë mangut. Pa e kuptoj. Unë më kriju gjithë mundësia të stërvitem fort. Po unë do bëja ja 2 orë sherë me Albanin, me Denisin, me Visin, do pija kafe, do aja drek me Denisin, me Albanin, dhe la stërvitjen. Dhe kur vetë atje them s'më dha Zoti. Jo, unë neglizhova dhe mund takoj humbja. Kjo është e faktuar dhe pse duket teori konspirative. Kur ne fitojmë, ajo është nga Zoti. Kur ne humbasim, gjithmonë flas për rrugën e drejtë sepse njerëzit kanë filluar të luten Zotit për të ecur mbar në rrugën e zezë. Po. E kupton dhe i luten Zotit, ky është njeriu, mirë bën që i lutet, po të gjithë i luten Zotit. Të gjithë pretendojnë, çka dëgjoj në kohën kur në Shqipëri u bë kjo çështja e bimëve, inshallah na lë Zoti ta korrim. Kisha në ecë marrë me këtë. E kupton valla? Bëjmë si tret. Zot ma bëj mirë këtë shpinë e barit. Më kupton tash një. Kam gazi sepse kam pasur një muhabet me ca klient që doshin me ble kompjutra dhe pse mërzitesh ti më thanë mu? Se praktikisht i kundërshtova, domethënë ja dhash menimin tim, domethënë. Ti mos u mërzit tha dhe mos na merr kaçinata se shive tha. Funi funit lekët nga ne merr, e ke parasysh se ne bëjmë ekonominë tha. Ne i lutna, na ecë marrë dhe më kujtu kjo... Jo mosh... Ma kujtova me këtë që the. Edhe një. I luteshin Zotit me ecë marrë. Për e të parë në media kam dalë 2014-ën. Po le të dilja dhe në 2024-ën, 24-ën, unë nuk të ta humbash thjeshtësinë e të folurit. Duke qenë i thjesht, duke qenë me 8 klas shkollë, duke qenë pa dëftesa, jam ky që jam, ka dash Zoti të jem. E kupton, të lexoj dhe librat e shenjtë, ta lexoj dhe të zezën siç thuhet në Kur'an. Për ata që lexojnë librin drejt. E kupton? Ka dash është falënderimi Zotit. Ta bësh sportin drejt, ta bësh tregtin drejt. E kupton? Sot në kohën që ne jemi justifikohet gjithçka. Nuk ka justifikim. Në fundit gjuha universale është matematika. Gjuha matematika sa të takojnë ty. Sa më takojnë mua. Dhe këtë do ta ndajmë në një ditë tjetër, ditë madhe. Ditë fuqishme, i ndana i lartë. I ndana i lartë. Ky është realiteti që ne jetojmë sot. Fitoria nga Zoti, humbja nga mua. Unë besoj në caktim. Dhe në caktimin që na ka dhënë Zoti neve, ka dhe humbje, ka dhe fitore. Në humbjet është çedenca jon. Mosbesimi jon i plot. A e ndjen se sa herë unë jam ndier i plogësht se do musja dikë angar. Sheh frikë. Pse duhet kisha frikë? Sot ai që dikur e kisha frikë, jam miku mi vetë më bën, po flas për të huajtur, nuk po cek shqiptar. Më bëj histori pafund. Më thoni një legjend, vetëm ta dinë se si i shifja unë para 3 vjetëve ata njerëz. Se ky çeku, ky slovaku, ky i shifsha ndryshe. Sot unë i kam të i kaluar ata. Po dikur kisha frikë. Po. Dikur kisha frikë. Shpesh në përgara ne nuk vemi se kemi frikë. Ne nuk vem në debat se kemi frikë. Dhe justifikojmë. Pa ti kisha qenë do t'i thosh Albanit shu. Ti nuk vjen në Afrikë te Albani. Më kupton? Prandaj unë e cek në këtë lloj mënyre, sepse e ka më qartë se e ka thënë Zoti i gjithësisë. Fitoria nuk ju takon, sepse jemi qenie mëkatare. Fitoria thjesht na jepet. Ashtu është mëshira e Zotit. Ne thjesht na jepet, ne jo se e meritojmë shunja. Prandaj them që çdo fitore vëlla është nga Zoti dhe ngelet nga Zoti. Jam 100% dakord me çdo gjë që ke thonë si heq presin. Mbarim për gjithë personat që duan me të ndjek, edhe duan me mësu nga ty, edhe me të pa se si ti e jeton jetën me shembull, ku mund të ndjekin, domethënë në rrjetet sociale ndoshta ke? Patjetër, në rrjetet sociale, në emrin dhe mbi emrin tim, unë luftoj me pasurinë time dhe me emrin tim. Instagram, TikTok, Facebook. Një video që hidhet në TikTok, unë e hedh automatikisht. YouTube ke? Kam dhe YouTube.
kam dhe YouTube, por çdo kush i do donte brenda Shqipërisë do më takonte brenda sa shkon një udhtim, do të mirëprisja këdo. Për mirë ose për keq. Unë gjithë them paqe. A kupton? Dhe mirë është që shqiptarët disi ta dëgjojmë njëri tjetrin, të dëgjojmë shembujt, sepse nuk ka qef njëri të dëgjoj shembujt. Po. Në të kundër pastaj pushka top që të gjithëve. Një mesazh që ke për shoqërinë mbar, përveç kësaj që the. Po. Çfarë mesazhi do jepi? Kem frikë Zotin. Shkurt e saktë. Mendjemasia ka shemuj popuj, jo më njerëz, sportistë, grupacionet mëdhej të vegjël. Njerëzit ka ardhur ora të kenë frikë Zotin. Kush ka frikë Zotin është njeriu më i ditur. Do ta mbyll bisedën këtë që më the ti, ashtu siç mbyllet dhjata e vjetër. Më i dashur te Zoti është ai që ka më shumë frikë Zotin. Po. Më i ditur te Zoti është ai që ka frikë Zotin. Më kupton? Ne jemi bërë sa krijesa që nuk kemi frikë Zotin. Prandaj është ndjen keqardhje me komentet që flasin njerëzit, se të shajnë pa arsye. Unë haj bukën e Zotit tim, jetoj në kombi që ka dashur Zoti të jem, dhe dikush turk, dikush grek, dikush nuk jam asgjë, emrin e kam shqiptar, mbarim. E kupton? Të vje keq për ato më shumë se sa. Po ndjej keqardhje vëlla. Unë nuk kam dorë as lindjen, s'kisha dorë. Lindjen time s'kam dorë as të ardhmen time. Po ndjej keqardhje. Njerëzit nuk kanë frikë Zotin. Guxojnë dhe shajnë, domethënë, shajnë në mënyrë jo vetëm mua, shef kudo. Shet sharja, shet ofendimi, shet banaliteti në mënyrë ekstreme. Shajnë. Përse shajnë? Kam 8 vjet, nuk e di sa vjet kam TikTok, nuk kam kthyer një koment. Kam vendosur ta qep. Domethënë, mund të shaj tjetri familjen, farefisnin, komsin, të ndihet më shqiptar nga ty, më i Zotit nga ty, më trim nga ty. E thoj, po çfarë pati ky njeri? Kur aty un kam rolin e një sportisti që hes pesha. Të vjen keq në një ndjesh vëlla vetëm Serbi dhe të presin, dhe domethënë detyrim dhe pse vetëm në mënyrë individuale, un detyrim, siç kam gjitha kam paraqes flamurin. Sepse i boti atje thot komsia erdhën na kaq kombe. Po. Un kam për detyrim të çoj flamurin tim atje. Se un atë flamur kam. E kupton? Edhe vjen këtu dhe pritesh me disa komente, ore nuk pres bëj hero njëri. Përse shajnë kaq shumë? Çfarë fiton? Çfarë mllëfi nxjerr dikush vëlla që shan TikTok? Ore zëm se të shava un TikTok, të prisha ditën ty. Nuk arrit ta kuptoj. Por vëlla, unë se bëj dot të punën që bën ti. Po pse duhet shaj? Është tjetër mendimi ndryshe vëlla. Mendimi kundra dhe është tjetër ofendimi. Është tjetër sharja që bëhet masivitet. E kupton? Nuk arrit ta kuptoj. Sinqerisht më vjen keq të vdes ignorant. Shëja që theti që njerëzit ka shku shumë keq shoqëria. Ka shku keq fare. Vëlla, frikë do thotë dhe respekt. Po. Ne nuk mund ta kalojmë rrugën pa parë për makinë. Makinat vret shtyp. Me thënë, nuk është ajo ideja më pse ta shaj unë Albanin. Me thënë, ajo fjala e bukur që është paqe, nuk është më sot. Vëlla, përshëndetje tjetër me paqe. Përshëndetje në gjuhën që kupton. Nuk e kuptoj unë, vëlla, selam aleikum. Si t'ja bëj? Nuk dua Zotin. Po e kuptoj unë, paqja e Krijuesit qoftë me ty, unë e kuptoj shumë qartë. Me thënë, a nuk them të, nuk jam besimtar. A nuk them Kyrie eleison. Është e njëjta gjë dhe në greqisht. Zoti na mëshiroft, nuk e them dot greqisht, nuk jam besimtar. Nuk është besimi monopol, nuk është fuqia monopol. Nuk është as pushteti monopol. Përveç saj gjithë gjuhërat janë Zotit, kështu që s'është monopol as gjuha. Po gjuha në vetë Kurani është dituri. Se fjalët e Zotit tonë nuk mbarojnë as me 1 det as me 7 dete. Nëse ne kemi 3.000 fjalë, 6.000 fjalë, 60.000 fjalë, e kupton që të shkruash me boj me 7 dete, shumë dete, pafund dete, e kupton ti se sa fjalë ka. Fjalët, gjuhët janë, nëse do ta thosh në gjuhën e vet poliglosës, të jesh shumë gjuhësh, do thotë ma kesh një dituri caktuar. Dhe Zoti gjuhën e ka thënë për larmi, nuk e ka thënë për monopol. Po. A kupton? Edhe për sprov, ja. Pra ne nodhin këto gjëra. Të kenë frikë Zotin dhe të luten për paqe. Kur lutesh për luftë, është shumë kollaj, po kur vjen për balloje pastaj. Mbarim, ishte nder edhe privilegj që të kisha të ftuar sot.
kam shumë respekt për ty, të përuroj për punën që ke bë, ta vlerësoj shumë formën edhe këshillat, edhe të uroj dar Zoti më Zotit bekoft, të dhonë të marsi edhe sukseset më tejshme, edhe shpresoj dar Zoti që mesazhi jot, forma jote, të arrijë sa më shumë shpirtra që kanë nevojë. Dar Zoti, Alba, mund të falenderoj. E pashtë si një diskutim me i mik. Valla edhe Dhe unë. fola në thjeshtësia e shpirtit. Thash, respekt për gjithkënd, frikë vetëm ndaj dikujt. Po. I ngelem. Për mua frika është shenjë diturie. Për mua, sa më frikë të ketë robi krijuesin, aq më besimtar është. Në vitet që jetojmë perceptore kundërta. Kam frikë Zotin të du dhe të respektoj ty vëlla. Më kupton çfarë do të them. Nëse do ishte ky parim, bota do ishte pak më ndryshe. Po. Ose s'do ishim këtu. Të falenderoj përzemërsisht vëlla dhe kam marrë me kënaqësi më të madhe. Faleminderit ty vëllai.